në re që mungonte flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra flamuri amerikan, si që ka ndodhur në çdo protest tjetër. Pse? Po konfidoj me ju, realisht para se të fillonte protesta, unë e kisha menduar këtë gjë, që kësaj here nuk do të sjellë flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për arsye se e gjitha me këtë fabul lidhet, e gjitha ajo çfarë thatë ju dhe përshkritin flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe simboli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka disa arsye psikologjike tek mendja e Sali Berishës. Në radhë të parë është inati që ka Sali Berisha tashmë me Amerikën, për arsye se Amerika zgjodhi mes qindra liderëve të botës, zgjodhi Edi Ramën për të krijuar bordin e udhëheqësve të botës që të krijojnë paqe në botë. Dhe kjo, sipas trurit të thartuar të Sali Berishës, kjo nuk i falet me Amerikën dhe ky nuk do t'ia falë. Ky do të fillojë luftën prapë kundër Amerikës. E para, e dyta, të njëjtën vijë psikologjike ka dhe zhdukja e karikaturës Alas Mandura të Edi Ramës. Sali Berisha e urren tashmë atë karikaturë sepse ai duket se shikon veten. Dhe ai ka rrezik që të ndëshkojë dhe atë dizajnerin që ka bërë në Partinë Demokratike, sepse ngrihet natën dhe shikon veten të veshur si Maduro. Dhe prandaj nuk do ta shikojmë më asnjëherë Maduro në ashtu alias Sali Berisha. Në fakt, zoti Çupi, dikush do thoshte që ka qenë Berisha ai i cili ka marrë drejt për drejt një kërcënim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se jo vetëm do përfundonte si Maduro, meqense e kemi situatë të prekshme, po do ishte Berisha i cili do përfundonte si Noriega nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, do vinin pikërisht për ta marrë Berishën. Po janë fakte të njohura. Në vitin 97 ishte menduar që nëpërmjet Italisë, Sali Berisha me një helikopter ku ndodhej dhe motra e Vokshit tani, dhe që bënte, si thuash, rolin e të dërguarës nga perëndimi ose të nërsës, të kujdestarës, dhe ka zbritur në stadiumin që Marsars, i cili do të udhëtonte përmet Italisë dhe mendohej se do të shkonte do të merrej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe rasti i dytë ka qenë në vitin 1990, ku Sali Berisha sulmoi ambasadën amerikane dhe luftëtarët e Deltës erdhën në Shqipëri për të mbrojtur ambasadorën dhe ndërkohë për të tërhequr Sali Berishën drejt gjyqeve federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Çupi, por kjo nuk ndodhi Jo ndjes, përfundojeni. Kjo nuk ndodhi dhe për arsye të dobësive sentimentale disa politikanëve shqiptar, të cilët i garantuan botës se ne do ta mbajmë të izoluar Sali Berishën, por le ta mbajmë këtu në Shqipëri se turpërohet Shqipëria pse ka marrë presidentin që ta ndëshkojë në Amerikë. Dakord, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Çupi, pasi është tashmë një fakt i njohur që Berisha për amerikanët është një person non grata për minim të demokracisë dhe për korrupsion madhor. Por pse Berisha nuk mbështetet, apo gjithashtu edhe kjo opozit nga ndërkombëtarët? Së fundmi ka qenë ministri gjerman Christian Baum, i cili ka shmangur takimin me Berishën. Gjithë ky glob që duket kaq i hallakatur ose kaq i shpërndar ose kaq i në diversitet, gjithë ky glob ka një prej shekujsh, por sidomos së fundit, ka një lidhje qeverisëse të fuqishme, morale dhe ligjore, ashtu si edhe ushtarake. Çfarëdo që të ndodhë në glob, më në fund janë forcat përparimtare perëndimore, të cilat i balancojnë
të gjitha gjërat. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dikë shpallin në ngratë, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një gjë tjetër më shumë sa në ngrata, çfarë ka për Berishën, realisht ka një gjë tjetër për Berishën. Përveç se në ngrata, Sali Berisha është një bashkëpunëtor i terrorizmit, Sali Berisha është një vrasës i kombit të vetë, Sali Berisha është një trafikant droge dhe trafikant njerëzish. Dhe Sali Berisha është njëri shumë i rrezikshëm për Perëndimin. Dhe këtë informacion sigurisht që bota e moderuar e shpërndan për kanale shumë të sigurta, por shumë të nëndeshme. Dhe këto kanale quan deri dhe Britaninë e Madhe që ta quaj kryetar bandash, kryetar të organizata terroriste. Ju e dini të gjithë. Do me thënë, bota perëndimore pasi merr këtë informacion nuk ka nevojë pastaj që të bëj pyetje më ta ftojmë këtë terroristin atë mos e ftojmë. S'mund të ftohet më Bin Laden në Europë, nuk mund të ftohet më Ayatollah Khomeini në Europë. Kështu si nuk mund të ftohet dhe nuk mund të përfillet më Sali Berisha. Ka vdekur kjo histori, ka mbaruar ata njerëz që e kanë inteligjencën afër zeros, ose që janë sa tipa që kërkojnë të lëpihen pas Berishës për të marrë në lek. Këta sigurisht që janë pak, ishin në bulevard një pjesë e tyre dhe naiv sot. Por bota ditë të mbrohet nga këta dhe ditë i shporë këta njerëz nga faqja e dheut në kuptimin politik të fjalës. Sot Berisha deklaroi që opozita është në kilometrin e saj të fundit, por është opozita apo vetë Berisha në kilometrin e tij të fundit? Dhe mbi të gjitha, çfarë ka humbur sot kjo opozitë? Shiko që të dyja janë në kilometrin e fundit në fakt, për arsye se nga njëra anë Sali Berisha ndodhet në kilometrin e fundit për shkak se pret drejtësia, e pret gjykimi, e pret një ardhmje për të ardhur shumë keq. Edhe pse është një armik i madh i lirive të shqiptarëve. Dhe dyta, opozita ndodhet në kilometrin e fundit sepse ka qef ta dëgjojë këtë fjalë dhe është një opozitë e lënë rrugëve, është qoftë edhe me ndërish. Kështu që opozita i bëhet qefi kur thuhet që ja, arritëm, e morëm qeverinë. Por çfarë gjëje do kemi? E para kemi një gjë që opozita, si që shikoni ju, po manifeston se kthehet tek vetja. Ne pam dy opozita atje, pam një opozit Salijani, pam një opozit Berisha. E që të dyja në shesh, ishte treguesi më i qartë i asaj çfarë ndodh në opozit, një opozit e shpartalluar, jo vetëm e shpartalluar, e përqarë, çfarë është cilësia e përjetshme e Sali Berishës. Sali Berisha ka përqarë kombin, ka përqarë Shqipërinë e tjerë. Tani përmes Partisë Demokratike, ai tani po krijon prapë përqarje kombëtare. Mendoj që pjesa më e madhe atyre njerëzve që ishin nga veriu, ishin nga Tropoja dhe Partia Demokratike mbeti partia e Tropojës. Edhe nuk u bë kurrë partia e Shqipërisë. Dhe tani ajo pjesë që tenton nga kokën, mblidhen rreth Salijanit ose rreth Vrenozit. E kuptoni çfarë historie langaraqe ka krijuar Shqipëria, ka krijuar Sali Berisha në Partinë Demokratike. Do me thënë një fshat i tij në Tropoj me një fshat tjetër në Korçë, luftojnë kundër njëra tjetrës në bulevardin Stalinit, atje bërëve dëshmorët e kombit Mussolinit, dhe tentojnë të japin, si thuash, jehona, si kur po bëhet. Kjo është për të ardhur shumë keq, po ndërkohë është dhe për të qeshur, po ta gjykosh shumë. Por qytetarët shqiptar, zoti Çupi, pse nuk bashkohen me parullat e Berishës? Qytetar shikojnë tjetër gjë, qytetar shqiptar e kaluan, e ka përcyen naivitetin, sikur Sali Berisha ose dikush tjetër, një trafikant tjetër. Të gjitha ata që mbetën në qeverinë e vitit 92 ishin trafikantë dashur. Ishin trafikantë nisur nga gjithë ministrat dhe nisur që nga Azem Hajdari, që nga deri tek Sali Berisha, që bënin trafiqet e lëndëve të ndaluara në Shqipëri. Por si mund t'i bashkohet qytetari Sali Berishës? Në vitet e para, kur erdhi Sali Berisha në pushtet, qytetarët e Tiranës u futën në shtëpi
në rrugë, sepse nuk kishin, nuk mund ta përballonin atë banalitet, atë egërsi, atë agresion, atë të merr që përçante ky njeri, ato armë, ato vrasin. Dhe po kjo qytetari tashmë është fitimtare, edhe është zhdukur ajo egërsia ose thosh ajo mizoria që ka shkaktuar Sali Berisha. E si mundet të e Shqipërisë të mblidhet me një organizat aq të shpartalluar, një organizat aq famkeqe, një organizat që i ka kryer krimet më të rënda vendit, dhe një organizat po aq vulgare dhe aq primitive. Qytetaria nuk është primitive, është rritur Shqipëria. E shikoni se është bërë Shqipëria një nga vendet nga më të bukurat e botës, ku vizitorët të niveleve të më të larta, jo vetëm zyrtare, por të niveleve më të larta qytetare. Ju keni shumë të drejtë, zoti Çupi, në këtë që thoni që Shqipëria ka bërë shumë hapa para, por ama kur shohim ato pamje me Molotov, këto akte dune, kthehemi shumë vite pas. Apo jo? Janë një kujtim i hidhur, po mos duhet jemi edhe shumë realist se ky vend ka qenë në një gjendje të rëndë shumë. Dhe këto janë vetëm thjesht disa kujtesa që na krijojnë. Në vitin 97, në orën 5, kur në marsin 97, në orën 5 kur bëhet kjo protesta gjatë me Sali Berishës, nuk kishte njeri të gjallë në rrugë. Dhe po dilte një njeri në rrugë, dikush tjetër do merrte shenjë për ta përshkatuar. Dhe mbaj mend dhe ditën kur dolën 3 ose 4 blinda të vegjël në rrugët e Tiranës, ajo që ditë e lumtur duke sikur vërtet kishte jetë në rrugë. Sali Berisha e kishte vrarë, ja kishte vrarë shpirtin, ja kishte vrarë trupin vendit tonë, dhe këtë gjë do të bëj. Dhe mbaj mend një gjë që dua të kujtoj, për të kujtoj dhe edhe një herë kompozitor, më falni, dirigentin e famshëm Ferdinand Deda, ai nuk e fare sepse ishte në botën e tij të muzikës, nuk e dinte fare se çfarë ndodhte në rrugë, dhe kur doli nga televizioni, shkoi në shtëpi dhe nuk kishte njeri në rrugë. Dhe pa pritur vjen një blind dhe i thot, ku shkon ti? I thot, në shtëpi. Dhe pan që se kush ishte, dhe i thanë, po të çojmë në shtëpi. Dhe kur shkoi te shtëpia, mu mrekullua dhe thritin nga dritaret, gjithë pjesëtarët e familjes, shikoni me çfarë makine më ka pru shteti, i thoshte. Më ka pru me një makinë shumë të bukur. E vetmja makinë që lëvizte në qytetin e Tiranës ishte blindi. Me kuptoni, auto blindi, i cili tentonte të mbronte në njeri që mund të strukur ose të merrte në kufo. Kjo ishte Tirana në marsin, prillin, majin, deri në qershorin e vitit 1997, kur presidenti i Shqipërisë ishte Sali Berisha. Po në këto momente duket sikur ato pamjet në 97-ës është duke na i rikthyer edhe një herë deputeti demokrat Luciano Boçi, që shohim në këto momente duke u bërë thirrje atyre pak militantëve demokratë që të konfrontohen me efektivat e policisë në këto momente, zoti Çupi. Janë këto pamje që vinë drejt për drejt, pikërisht nga ambientet pranë parlamentit të Shqipërisë. Dhe është ironike kur një deputet si Luciano Boçi, pjesë e këtij parlamenti, ju bën thirrje atyre pak militantëve për të konfrontuar me policinë. Luciano i shkret është shumë i gjatë dhe nuk i shkon oksigjeni deri te koka. Po problemi është se Luciano është dhe mësues, është e tmerrshme që një mësues të ushtrojë dhunë, është mësues në Elbasan. Dhe një mësues ju jep këtë model nxënësve dhe ju jep këtë model njerëzve, dhe është kapur disa herë në dhunë Luciano, me siguri ka probleme me instinktet e dhunës.